Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim se si do jetë kjo javë në lidhje me të gjithë ju. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse janë postuar gjitha shenjat e horoskopit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Por dhe videot e vitit 2026, do vazhdojmë edhe me shenjat e tjera për vitin 2026. Atëherë vazhdojmë të shohim energjinë se si do jetë në lidhje me këtë javë. Doja t'ju thoshja diçka para se të filloj shenjat. Duhet keni kujdes nga mashtrimet që bëjnë, ka persona që marrin një shumë të mëdha parash deri 300.000 lekë për një seancë në lidhje me situata, me probleme të ndryshme që ju keni dhe që nuk zgjidhin gjë. Sepse sot në mëngjes pata një telefonat nga një klient që kishte dhënë deri në 7 milion lekë të vjetra dhe asnjë gjë nuk ishte përfituar nga të gjitha ato. Keni kujdes nga mashtruesit që dalin në tregje që ju thon për t'ju çliruar nga problemet ose situatat që mund të keni. Atëherë vazhdojmë në lidhje me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjave të tokës përsëri dhe energjitë shenjave të zjarit që jeni ju vetë. Ju shoh në fillim të kësaj jave, disa prej jush mund të jeni në një trekëndsh. Ndoshta personi që keni në jetën tuaj mund të ndihmojë dikë tjetër, ose në rastin tjetër mund të jeni ju ata që mund të keni një person të tretë në jetën tuaj, ose mund të jeni edhe midis dy personave. Gjithsesi, kjo është për një pjesë specifike, këtu nuk flasim për gjithë, mos e merrni personale. Dhe ju shoh që jeni duke menduar në mesin e javës në lidhje me një person. Ndoshta që ju dëshironi ta ndihmoni këtë person, ose dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë, jo në lidhje me anën ekonomike, dhe jeni duke menduar seriozisht për të bërë një fillim të ri në lidhje me një person të tretë flasim. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh që ju në marrëdhëniet tuaja do jeni më bashkëpunues në lidhje me marrëdhëniet familjare, marrëdhëniet në çift. Jeni duke menduar shumë fort për anën ekonomike. Një pjesë prej jush në mes të javës ju shoh në një pozicion të fortë ekonomik, por mund të jetë edhe një person që ju mbështet, ju ndihmon me këshilla, ose në rastin tjetër mund t'ju ndihmojë dhe nga ana ekonomike. Ndoshta për ta hapur diçka të re, sepse shoh një fillim të ri, ndoshta ju mund të keni hapur një biznes, një aktivitet privat, ose çfarë do lloj gjëje tjetër që keni bërë, dhe mund të jeni në situata që jeni të pakënaqur akoma në lidhje me të ardhurat që keni, dhe një person ju mbështet. Dhe në fund të javës shoh një fillim të ri me shumë pasion, një dashuriere për një pjesë prej jush. Për pjesën tjetër ju do keni shumë pasion në marrëdhëniet në çift, ndërsa për një pjesë tjetër ju shoh që mund të jetë fillimi i një pune të re, ose një kontratë e re që do keni, negociata të reja që mund të keni gjatë fundit të javës, por në rastin tjetër mund të jetë edhe një fillim i ri ekonomik. Por gjithsesi është një javë fantastike në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse janë përfshirë gjitha shenjat e horoskopit, videot e vitit 2026, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal.
Ne shohim energjinë. Dhe kemi energjinë e kullës, kemi dhe energji moneda, shenja toke që jeni dhe ju vetë, por mund të keni të bëni dhe me shenjën e virgjëreshës dhe shenjën e britsjapit. Gjithsesi, në fillim të javës, shoh që diçka rrëzohet. Ndoshta ju mund të mbyllni ose një marrëdhënie, një njohje që mund të keni pasur, ju do të jepni fund gjatë kësaj periudhe për ta mbyllur, ose për të ndryshuar gjërat në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Gjithsesi shoh diçka shkatërohet këtu. Mund të jetë shkatërimi një marrëdhënie ose mbyllja e një marrëdhënie më saktë, mund të jetë një ndryshim i madh që do vi tek ju, ndoshta edhe nga ana personale, por është një ndryshim që vjen për mirë. Ndoshta deri tani keni pasur gjëra që janë rrëzuar tek ju. Gjërat nuk kanë ecur ashtu si keni dashur. Dhe gjatë kësaj jave ju shoh që ju do keni ndryshime në njohjet që keni, në lidhjet, në marrëdhëniet tuaja. Mund të jetë një ndryshim ekonomik, mund të jetë një ndryshim në lukun tuaj për një pjesë tjetër, ndërsa për disa të tjerë ju mund të ndryshoni dhe vendin, mund të lëvizni nga një qytet në një qytet tjetër, nga një shtet në shtet tjetër. Gjithsesi, këto ndryshime do vinë për mirë tek ju, por shoh që diçka prishet këtu. Dhe në mesin e javës, shoh që do ndiheni pak të pakënaqur, ju keni investuar shumë në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por shoh që keni marrë shumë pak dashuri nga ky person. Ndoshta prandaj kërkoni të bëni këto ndryshime, ose edhe në marrëdhëniet tuaja në çift, në familjen tuaj, në shtëpinë tuaj. Por kjo mund të ketë lidhje edhe me fëmijët tuaj. Gjithsesi, shoh që mund të keni punuar shumë, të ardhurat tuaja nuk kanë qenë ato që ju keni dhënë në bazë të punës që keni bërë, keni marrë, jepni shtatë dhe merrni vetëm një. Dhe kjo tregon një pakënaqësi. Mund të jetë pakënaqësi ekonomike, pakënaqësi te vendi punës, me kolegët, me shefat, me shefet tuaja. Por në fund të javës shoh një fillim të ri që do marrë zhvillime shumë të mira, por është edhe një ndryshim, një fillim që do lulëzoj për ju. Dhe këtu flasim, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, ku ju jeni ndirë të pakënaqur nga një lidhje, njohje ose marrëdhënie, diçka mbyllet aty për të filluar diçka të re, për të bërë një ndryshim të madh në jetën tuaj, dhe vjen një person që mendon seriozisht për ju. Ndërsa në rastin tjetër mund të jetë një fillim i ri ekonomik, ose një punë e re, një partneritet, një bashkëpunim që mund të keni, mund të jetë një biznes i ri, një aktivitet i ri, diçka e re që ju dëshironi ta bëni. Mund të ketë lidhje me trajnime të ndryshme, mund të doni të bëni një ndryshim të madh në pamjen tuaj, në lukun tuaj, dhe është një fillim i ri që ju do ndjeni shumë mirë, do ndjeni bukur me veten tuaj. Por janë gjëra që fillimet që do mendojnë mirë. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Më falni. Ju uroj një javë sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe videot me tema për dashurinë, por dhe të vitit 2026. Ne shohim energjinë që na vjen. Atëherë, kemi të bëjmë me energjinë e karrocës të gafores, energjitë shenjave të zjarit dhe energjitë shenjave të ujit. Disa prej jush shoh që nuk e di ose dëshironi të jepni drejtim emocioneve tuaja, mund të prisni një person nga distanca, është një person që vërtet ka emocione në lidhje me ju, ndërsa për një pjesë tjetër ju shoh në udhëtime. Udhëtimet mund të jenë të shkurtra ose të gjata, ndërkohë dëshironi të jepni drejtim familjes, shtëpisë, fëmijëve tuaj, por dhe punës tuaj dhe anës ekonomike. Është një fillim jave që ju do jeni duke menduar se si të jepni drejtim situatave. Këto mund të jenë situata nga më të ndryshmet, mund të jenë situata në lidhje me ligjin, mund të jenë situata në lidhje
me partneritete, bashkëpunime të ndryshme, ose edhe me situata të ndryshme që keni pas në jetën tuaj. Dhe në mesin e javës ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja, me shumë pasion brenda vetes, në lidhje me njohjet, ju do keni shumë pasion me këtë person që vjen nga distanca, por jo domosdoshmërisht, sepse janë leximet të përgjithshme, mund të jetë person që e keni dhe afër. Dhe ju shoh që i vendosni qëllime vetes, si në lidhje me familjen, në lidhje me shtëpinë, në lidhje me pronat për një pjesë tjetër, sepse kjo i përfaqëson gjitha, në lidhje me anën ekonomike, dhe mes e javës ju shoh me qëllime në veten tuaj. Dhe në fundin e javës ju do largoheni, do lini mbrapa situata që nuk ju shërbejnë më, marrëdhënie që nuk ju shërbejnë më, ose njohje që keni, për të marrë një drejtim më të mirë për vete. Ndërsa për pjesën tjetër, mund të lini mbrapa situatat e vendit punës, nga ana ekonomike, situatat vështira kuptohet, sepse ju shoh me qëllime në veten tuaj. Por gjithmonë në fund të javës ju do të jepni një drejtim më të mirë gjërave. Disa prej jush mund të jeni në udhëtime, mund të dëshironi të lini mbrapa një vend, një shtet, një qytet për të shkuar diku tjetër. Ose kjo mund të ketë lidhje edhe me fëmijët tuaj, varet nga situatat që ju keni. Këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse janë postuar për gjitha shenjat, videot e vitit 2026, por dhe videot e javës dhe video me tema për dashurinë. Atëherë doja t'ju thosha diçka. Dikush ka bërë një koment te kanali tim, ku ka shkruar në lidhje me diçka që unë nuk e kam thënë. Nuk e di në ç'kanale kanale keni parë, unë nuk mund të them që gaforeve ju bien parat nga qielli, sepse do ishte diçka absurde, kur ne dim shumë mirë që nga ana astrologjike, ky vit është një vit që do sjelli stabilitet dhe punë të ardhurat të ngadalta, por edhe të sigurta në lidhje me çdo shenjë të horoskopit. Kështu që mos u mashroni, mos u gënjeni nga tituj bombastik që ju bëjnë të futeni brenda, por që nuk ka asnjë gjë në lidhje me ato që thuajnë. Atëherë do vazhdojmë në lidhje me shenjën tuaj. Ju është në dorën tuaj nëse doni t'i besoni ose jo, gjithsesi është zgjedhja juaj. Atëherë, shohim energjinë. Dhe fillojmë në lidhje me ju, keni të bëni me energjitë shenjave të tokës, energjitë shenjës së ujorit dhe energjitë shenjave të ujit. Atëherë ju shoh shumë të mbyllur brenda vetes në lidhje me dashurinë, sikur nuk hapeni me një person që vërtet e dashuroni. Në rastin tjetër ju nuk hapeni edhe me persona të tjerë, ndoshta për të folur për këtë gjë. Ndërsa për një pjesë tjetër tregoni pak të mbyllur në marrëdhëniet tuaja. Mund të jenë marrëdhënie familjare, marrëdhënie shoqërore, por mund të jenë te vendi punës, por mund të kenë lidhje edhe me anën ekonomike. Ndoshta ju tregoni pak të mbyllur, sikur ju është mbyllur goja dhe nuk flisni në lidhje me gjërat që ju keni. Dhe këtë mund ta merrni në gjitha llojet e situatave, si në lidhje me dashurinë, me punën, por dhe nga ana ekonomike. Në mesin e javës shoh një realizim për ju. Ju ndoshta keni manifestuar për të realizuar një dashuri, një takim, një njohje, ose për të stabilizuar marrëdhëniet tuaja. Dhe këtu flasim marrëdhëniet në çift, marrëdhënie familjare, marrëdhënie shoqërore, ose dhe te vendi punës me kolegët tuaj, ose në rastin tjetër për të manifestuar diçka me fëmijët tuaj, për fëmijët tuaj më saktë, por është një mbrojtës që ju mbron dhe ju mbështet në lidhje me realizimin e diçkaje. Ky realizim mund të jetë një realizim dhe te vendi punës, në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme ose me karrierën tuaj, por ju mund ta merrni dhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Jo të gjitha situatat mund të përmenden. Mund të ketë lidhje me dokumenta, me gjëra të ndryshme.
Ndërsa për një pjesë tjetër shoh në fund të javës për gjithë ju shoh një çlirim shpirtëror në momentin që ju do realizoni diçka. Dhe këtu shohim që në fillim të javës do merrni disa para dhe është një shumë e konsiderueshme parash, kur ju ose do mendoni për të hequr disa kursime ose do investoni. Mund të investoni për veten tuaj, për fëmijët tuaj, dikush tjetër mund të investoj te puna, në biznese, në aktivitete të reja që ju mund të keni, ose mund të jetë edhe një investim ekonomik. Ndoshta në shtëpinë tuaj, për të bërë blerje të ndryshme ose diçka tjetër. Dhe shoh në mesin e javës ju realizohet gjithçka në lidhje me këtë shumë parash. Dhe në fundin e javës shoh një çlirim shpirtëror për gjithë ju, por ndërkohë shoh që ju do ndiheni shumë mirë me veten tuaj, shumë të emocionuar, shumë të plotësuar nga ana emocionale. Për pjesën e beqarëve, është një person që vërtet ka ndjenja dhe emocione për ju. Dhe shoh edhe një realizim në lidhje me këtë person. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën e Luanit. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, muajit nëntor, videot e vitit 2026, por dhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë shohim energjinë tuaj. Atëherë kemi të bëjmë energjitë shenjave të ujit dhe të zjarit, ose ju mund të keni ascendenten ose hënën të këto shenja. Gjithsesi shoh që keni shumë emocione në fillim të javës, një person dëshiron ndoshta t'ju propozoj ose të bëj një kërkesë te ju, është një person që ka ndjenja dhe emocione, por unë shoh që ju e refuzoni në mesin e javës. Ose në rastin tjetër mund të jeni përqendruar kaq shumë te përditshmja juaj te gjërat tuaja sa nuk e shihni këtë person që dëshiron të vi drejt jush. Gjithsesi shoh që mund të ndjeni deri në fund të javës, do ndriheni në konflikt me veten, ose ju mund të ndjeni dhe një lloj konkurrence te ky person. Mund të ketë persona të tjerë që e pëlqejnë, por dhe kjo mund të jetë arsyeja që ju do ta refuzoni. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju shoh shumë emocional në fillim të javës. Në marrëdhëniet tuaja do jeni full emocione, mund të them, do jepni shumë dashuri te fëmijët tuaj, te familja juaj, por edhe në lidhje me te vendi punës ose në grupe njerëzish që mund të jeni. Gjithsesi në mesin e javës shoh që bini pak të trishtuar, ndoshta jeni përqendruar te situata të ndryshme që mund të keni dhe nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vijnë në lidhje me punën. Është një ofertë shumë e mirë që ju vjen, por ju mund të jeni fokusuar që s'po gjej një punë ose gjërat s'ecin mirë te vendi punës, dhe ose ju punoni shumë edhe nuk shikoni një ofertë pune që mund të jetë më e mirë për ju, sepse ju ndjeni një lloj konkurrence te vendi punës. Ku secili lufton për vete dhe shoh që ju do luftoni për ta fituar ju këtë vend pune. Ose në rastin tjetër mund të jetë një situatë tjetër dhe mund të jeni që keni dhe persona kundërshtar ose do keni disa konflikte në fund të javës. Por gjithsesi ju do arrini ose do luftoni për ta fituar ju gjithçka që mund të jeni ose në çfarëdo lloj situate që mund të jeni. Sepse shoh që mund të keni disa situata konflikti ose ju do jeni në konflikt me veten në fund të javës. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, videot e vitit 2026, sepse janë postuar, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal.
dhe shohim energjinë që na vjen. Atëherë, është një energji fantastike që vjen tek ju. Kemi të bëjmë energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të ajrit dhe energji të shenjave të ujit. Atëherë, ju shoh shumë emocional në fillim të kësaj jave. Për pjesën e beqarëve, do keni një njohje këtë javë, shoh që vjen një person drejt jush, por thjesht do keni kundërshime mendimesh me këtë person, sepse erdhi një energji vërtet e bukur, kemi princin dhe princeshën e kupave. Dhe është një person që ka ndjenja, ka emocione për ju, mirë është ta pranoni këtë person, sepse unë shoh që thjesht do keni kundërshime mendimesh, por janë dy persona që kanë ndjenja, kanë emocione për njëri tjetrin. Ndërsa për një pjesë tjetër, shoh që mund të ndjeni shumë emocional në marrëdhëniet tuaja, por mund të keni dhe kundërshime, edhe pse keni kundërshime mendimesh me partnerin ose me partneren, ju përsëri do përdorni atë qetësinë tuaj të shpirtit dhe atë butësinë në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për një pjesë tjetër, shoh që mund t'ju jetë bërë një padrejtësi, ose ju bëhet një padrejtësi gjatë kësaj jave. Mund të jetë një padrejtësi në familje, në shtëpinë tuaj, për një pjesë, për pjesën tjetër mund të jetë vendi punës. Ndërsa për disa të tjerë ka të bëjë shumë me institucionet shtetërore, mund të jenë çështje të ndryshme, mund të jenë çështje ligjore, mund të jenë çështje me dokumentat, mund të jenë edhe çështje në lidhje me shëndetin. Gjithsesi, unë ju shoh që ju largoheni për gjetur qetësinë dhe paqen tuaj nga këta persona. Mund të jenë dhe persona që ju stresojnë, ose që thonë gjëra që ju nuk ju pëlqejnë. Por gjithsesi unë shoh që largoheni dhe në fund të javës ju do të çliroheni. Ndërkohë shoh lajme të mira në lidhje me punën, lajme të mira ekonomike, lajme nga institucionet ose çështje ligjore të ndryshme që mund të keni, lajme në lidhje me dokumenta të ndryshme. Por ju shoh edhe me ide, kundërshtim idesh te vendi punës, ku ju do vazhdoni me idetë tuaja duke i lënë këta persona të largohen. Kjo ka lidhje me karrierën, me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, por edhe nga ana ekonomike. Gjithsesi është një javë fantastike në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse janë postuar gjitha shenjat, videot e vitit 2026 që për shenjën tuaj akoma nuk është postuar, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë shohim energjinë edhe për shenjën tuaj. Wow, qa energji. Atëherë, shoh që keni të bëni me energji të shenjave të zjarit, të ujit dhe të tokës. Gjithsesi ju shoh që ju do mbyllni diçka. Ju shoh shumë të lodhur nga situata të ndryshme që mund të keni pasur. Mund të jetë një situatë në dashuri ku ju dëshironi të jepni fund sepse ndjeni shumë të lodhur. Një person sikur vjen, sikur ju mban në dorë edhe sikur dëshiron që të jepni fund kësaj lodhje, mund të them. Dhe kjo ka lidhje me njohjet për një pjesë prej jush, me lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni, dhe këtu flasim për atë pjesë që i kanë situata të tilla, ose ju mund t'ju ketë lodhur një problem shëndetësor, ku ju dëshironi të jepni fund kësaj situate duke ndihmuar një person ose nuk e di, ndërsa për disa të tjerë mund të mbyllni një punë ose ju të mbyllni një partneritet, një bashkëpunim që keni për të filluar diçka të re, kuptohet, por dhe në lidhje me situata të ndryshme që ju kanë lodhur në lidhje me gjithçka. Merrni situatat si i keni. Unë shoh një lodhje të jashtëzakonshme dhe një person që sikur do t'ju shpëtojë ky person nga kjo lodhje e gjatë për të bërë një fillim të ri. Dhe vazhdojmë përsëri jemi te 10 e shkopimve, ku ju përsëri lodhje tregon dhe këtu, dhe përsëri një person, kemi një figurë femërore dhe një figurë mashkullore në rastin tjetër.
që do t'ju ndihmoj për të dalë nga një situatë e lodhshme dhe e vështirë që keni pas në jetën tuaj. Dhe unë shoh në fund të javës një rikthim. Është rikthimi një personi në lidhje me dashurinë. Është person nga e kaluara që ju e keni pasur, që mund të keni pas një njohje ose lidhje. Në rastin tjetër, sepse shoh një fillim të ri. Në rastin tjetër mund të jetë një person që është shpirti juaj binjak dhe ky person do t'ju mbështesi, do t'ju nxjerrë nga këto situata të lodhshme që keni vazhduar për një kohë të gjatë. Por kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën, me familjen, me anën ekonomike, ku ju mbyllni situata të vështira për të bërë fillime të reja, dhe këto fillime të reja do t'ju çlirojnë edhe nga ana shpirtërore. Ndërsa për disa të tjerë shoh që do t'i mbështesni shumë fëmijët tuaj gjatë kësaj periudhe, mund të kenë pas edhe ata situata të vështira, por mund të tregoni dhe pak nostalgjik në lidhje me të kaluarën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit nëntor, videot e vitit 2026 që jeni një nga shenjat më me fat, ju mund të futeni të hyni te videoa e vitit 2026, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, keni të bëni me energjinë e shenjës së Luanit, po mund të keni dhe ascendenten ose anën në këto shenja, energjinë e shenjës së Demit dhe përsëri energji toke. Është një javë, ju shoh që keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi në jetën tuaj, dhe këto vështirësi mund të kenë qenë në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në një rast. Për disa të tjerë mund të ketë lidhje me punën, ku aty keni kaluar sfida, vështirësi të mëdha. Kurse për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me familjen, me punën tuaj nga ana ekonomike, por dhe në situata të ndryshme, mund të jenë me shëndetin, me dokumenta të ndryshme, ose edhe situata të tjera. Gjithsesi, e rëndësishme është, sepse jemi te karta e forcës, është karta e Luanit, ku ju do t'i lini mbrapa gjitha situatat që keni kaluar, gjitha sfidat që keni kaluar në jetën tuaj, sepse sfidat vijnë gjithmonë për t'ju rritur, për t'ju forcuar, dhe ju gjeni forcën për t'i çuar gjërat para. Në mesin e javës, shoh që do besoni shumë te intuita juaj, do hiqni dorë nga gjërat që keni besuar në lidhje me dashurinë, në lidhje me situata të ndryshme të vështira që ju keni kaluar. Mund të jenë situata shëndetësore, mund të jenë situatat e vendit punës, mund të jenë situata ekonomike. Dhe ju shoh që ju fusni besime të reja, filloni të ndryshoni këndvështrim, të shikoni gjërat ndryshe, por gjithmonë bazuar në intuitën tuaj, duke dëgjuar brenda vetes tuaj. Dhe në fund të javës keni kaluar shumë vështirësi, male me borë shoh këtu, ngric, por ka ardhur momenti që ju t'i lini mbrapa këto dhe të harini të stabilizoni situata të ndryshme që mund të keni. Të stabilizoni anën tuaj emocionale, anën ekonomike për një pjesë tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që mund të merrni një shumë të konsiderueshme parash, do bashkëpunoni shumë në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ndërsa për një pjesë tjetër ka lidhje me një shtëpi. Mund të jetë një blerje, mund të jetë një investim të shtëpia juaj, mund të jetë një blerje e një makine, blerje online të ndryshme që mund të bëni, investime të ndryshme, trashëgimi të ndryshme që mund të keni, është një energji shumë e bukur në lidhje me ju. Gjithsesi, është një javë fantastike dhe për shenjën tuaj, ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj, ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi.
Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse janë postuar për gjitha shenjat e horoskopit, videot e javës, videot e vitit 2026, shenjat më me fat, por edhe videot e tjera në këtë kanal. Atëherë shohim energjinë për shenjën tuaj. Kemi të bëjmë me 4 energji. Energjia shenjës së Demit, energjia shenjës së Akrepit, energjia shenjës së Virgjëreshës dhe energjia e shenjës së Luanit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Kemi të bëjmë me energjitë shenjave të tokës dhe energjitë shenjave të zjarit që ju jeni ju vetë. Atëherë ju shoh që ju fati do t'ju ndihmoj në lidhje me një dashuri, me njohjet që keni, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja për t'i çuar përpara. Por gjithmonë duke ndihmuar veten për t'i çuar përpara, sepse rrota e fatit ka 2 medalje, varet se si e shtyni ju. Në qoftë se ju i shikoni gjërat pozitivisht dhe mendoni për t'i çuar para këto marrëdhënie, atëherë gjërat fati do t'ju ndihmoj. Dhe këtu ka vlerë edhe në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike, ku fati ju ndihmon për të ecur përpara, që gjërat të fillojnë të ndryshojnë tek ju. Në mesin e javës, ju shoh të mbyllur brenda vetes tuaj. Nuk dëshironi të hapeni me njerëzit, sigur keni mbyllur gojën, nuk dëshironi të flisni për gjërat tuaja. Ndoshta edhe në njohjet dhe lidhjet që keni, do t'rregojeni pak të mbyllur, edhe pse fati shoh që ju ndihmon, ju përsëri do t'rregojeni të mbyllur. Mund të jeni pak të mbyllur edhe në lidhje me punën tuaj, me kolegët, me shefat tuaj, por gjithsesi në fund të javës shoh që ju do harini të keni një takim me një person. Një njohje re, ku ju do ndjeni shumë entuziast, do jeni duke e festuar këtë njohje që do keni, ndërsa në lidhje me marrëdhënien do harini të stabilizoni marrëdhëniet tuaja. Ndoshta ju nuk do t'rregojeni, nuk do flisni shumë, por do t'i bëni duke punuar në marrëdhëniet tuaja për një lloj stabiliteti. Do stabilizoni gjërat me fëmijët tuaj, në familje, në shtëpinë tuaj, por edhe në lidhje me punën dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi shoh që do hidhni themelet forta në fund të javës, në lidhje me gjithçka. Shoh festime, mund të keni dhe festa të ndryshme gjatë kësaj jave. Mund të jenë festa në shtëpinë tuaj, në familje, por mund të jenë me shoqërinë tuaj. Por gjithsesi është një fundjavë shumë i mirë sepse ju harini të stabilizoni situatat. Në mesin e javës, një pjesë prej ju shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash, do jeni duke menduar për të investuar në një shtëpi, mund të keni edhe në një trashëgimi ose ju dëshironi të merrni disa para nga kjo trashëgimi që keni. Por ndërkohë tregon edhe një zhvendosje, mund të jetë zhvendosje nga një shtëpi në shtëpinë tjetër, mund të jetë një zhvendosje te vendi i punës, mund të jetë një zhvendosje nga një punë në punën tjetër, nga një qytet në qytetin tjetër. Gjithsesi, gjitha këto bëhen për të stabilizuar situata të ndryshme që ju keni. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Atëherë do shohim energjinë e shenjës së Bricjapit. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj një javë sa më të mbar edhe ju të shenjës së Bricjapit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit nëntor, videot e vitit 2026, ku jeni një nga shenjat më me fat, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Tani dikush thot aty, sepse lexova një koment aty që nuk kemi pasur gjë gjatë këtij viti, por gjithsesi gjërat shikojnë ndryshimet që nga ndryshimet më të vogla që vinë dhe fati ju ndihmon në momente të vështira për t'i dhënë zgjidhje situatave të ndryshme që ju mund të keni. E rëndësishme është që gjërat të fillojnë të ndryshojnë, fati ju ndihmon në lidhje me gjithçka që ju mund të bëni në jetën tuaj. Atëherë, shohim energjinë. Kemi të bëjmë energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të zjarit dhe të zjarit. Me sa duket, kjo javë është një javë ku ju do jeni zjarë, mund të them. Ju shoh që do të jepni fund situatave që ju kanë lodhur. Mund të jetë një situatë në njohjet që keni, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja.
por mund të ndodhi që të jeni dhe në distanca me personin, kjo gjë ju ka lodhur, dëshironi të jepni fund diçkaje për të bërë një fillim të ri. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni mbajtur peshën e familjes në shpinën tuaj. Kjo gjë ju ka lodhur, kjo ka ndodhur për një kohë të gjatë dhe ka ardhur momenti që ju t'i ndani punën dhe të jepni fund kësaj situate. Për të filluar diçka të re, për të qetësuar veten tuaj, për mos mbajtur gjithë këto ngarkesa që ju mund të keni në shpinën tuaj. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të mbyllni projekte, bashkëpunime të ndryshme për të filluar të reja, ose ju të mbyllni një punë për të filluar një punë të re. Dhe në mesin e javës ju shoh të suksesshëm, me fitore, me sukses. Mbyllja e diçkaje do t'ju bëj që ju të jeni vërtet të suksesshëm, njerëzit t'ju duar trokasin, shoh që jeni përballur me shumë pengesa, por ju ja dilni të fitoni, si në lidhje me dashurinë, me punën nga ana ekonomike, por ndërkohë do ketë njerëz që do t'ju mbështesin, por do ketë dhe persona që nuk do t'ju pëlqej ky gëzim, ky entuziazëm dhe kjo fitore që ju do keni. Dhe në fund të javës, mbas këtij suksesi të madh, ju do arrini t'i vendosni qëllime vetes, si në lidhje me dashurinë, mund të keni dhe udhëtime në mes të javës, nuk e thash, mund të jenë udhëtime të shkurtra ose të gjata, për një pjesë mund vi një person që ju e keni në distancë dhe kjo gjë është fitore për ju dhe sukses, këtu flasim në lidhje me dashurinë, ose ju të shkoni te personi, dhe në fund javës ju shoh me qëllime në veten tuaj në lidhje me çfarë do lloj situate. Ju do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me një person që jeni të dashuruar, mund të jetë dhe një person i suksesshëm, në lidhje me marrëdhëniet tuaja, në çift, me familjen, me shtëpinë, por dhe me punën. Do keni kontrata të rëndësishme gjatë fundit të javës, që nuk e di, por ju shoh do keni një sukses dhe në lidhje me kontratat, ose ju do lidhni një kontratë të re që do ta quani vërtet të suksesshme. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse janë postuar gjitha shenjat e horoskopit, videot e vitit 2026, por dhe video me tema të ndryshme. Atëherë shohim energjinë për shenjën tuaj. Dolën 3 letra dhe erdhi një energji fantastike. Shoh kemi mbretin e ujit, keni të bëni me energji të shenjave të ujit, energjinë e shenjës së peshqve dhe energji të shenjave të tokës. Kemi mbretin e tokës. Është një javë ngritjeje në lidhje me ju. Ju shoh që vjen një person drejt jush, është një person që ka emocione, ose mund të jeni dhe ju që shkoni drejt këtij personi për të shprehur emocionet tuaja, dhe në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por ju shoh që do ndjeni të sakrifikuar. Ndoshta keni sakrifikuar shumë në lidhje me këtë person. Dhe ka ardhur momenti që ju vërtet të shprehni ato që ndjeni me këtë person. Do jeni duke analizuar gjithçka në lidhje me dashurinë, dhe shoh që ky person është një person, mund të jetë person i suksesshëm, është një person edhe me një bazë ekonomike të fortë, shoh. Por ndërkohë është edhe një person që mendon seriozisht në lidhje me këtë dashuri. Ndërsa për një pjesë tjetër do keni lajme të mira, mund të jenë lajme nga shtëpia, në lidhje me shtëpinë, me familjen. Lajme të mira të vendit punës nga ana ekonomike, por kjo ka të bëjë me çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni. Sepse ju shoh që je keni sakrifikuar shumë në lidhje me gjithçka. Ju mund të keni sakrifikuar në dashuri, keni sakrifikuar me punën, ndoshta keni punuar më fort se ç'duhet, por dhe sakrificat mëdha ekonomike që mund të keni bërë. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të filloni të analizoni situatat të ndryshme që keni pas në jetën tuaj. Në fund të javës ju shoh në një pozicion shumë të fortë ekonomik, jeni duke menduar rrethanës ekonomike, për disa mund të keni rritje në detyrë gjatë kësaj jave, sepse fillojmë nga mbreti i ujit, përfundojmë te energjia e mbretit të monedhave. Është një energji në rritje.
ju mund të rriteni në karrierë, te vendi punës, mund të keni një rritje ekonomike gjatë kësaj periudhe, por edhe rritje në studimet ose edhe në situata të tjera, por mund të keni dhe rritje emocionale, por gjithmonë duke menduar më seriozisht në lidhje me situata të ndryshme që keni. Është një energji fantastike, ju shoh në një pozicion mbretëror, por gjithashtu për një pjesë tjetër mund të ndiheni dhe në situata që ju sakrifikoni, edhe pse keni lajme të mira, ju duhet të sakrifikoni në lidhje me diçka, mund të ketë lidhje edhe me shëndetin e dikujt rreth jush, kjo ka lidhje edhe me burgjet, me situata të ndryshme, por jeni duke menduar për të ndihmuar dikë që është në këto kushte, ose që mund të ketë edhe probleme me shëndetin, tham. Gjithsesi, shoh që ju mund të jeni dhe duke ju mbështetur dikush nga ana ekonomike gjatë kësaj periudhe, ose mund t'ju japi dhe këshilla në lidhje me situata të ndryshme që keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse janë postuar për gjitha shenjat, videot e javës, videot e vitit 2026, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dolën 2 letra. Atëherë, kemi të bëjmë energjitë shenjave të ujit që jeni ju vetë. Kemi energjitë shenjave të ajrit, kemi dhe energjitë shenjave të tokës. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, shoh një fillim të ri, një njohje re, dikush vjen drejt jush. Një kupë emocionale mbushur plot e për plot, një lidhje re ose ju në njohjet, lidhjet, marrëdhëniet, shoh që do keni shumë emocione gjatë kësaj periudhe. Por në rastin tjetër mund të ketë lidhje me lajme të mira të vendit punës nga ana ekonomike, por dhe çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni. Më falni. Dhe në mesin e javës shoh që jeni do përdorni atë logjikën, mençurinë tuaj duke analizuar situata të ndryshme që mund të keni. Një situatë në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, mund të jetë një situatë ekonomike, një situatë e vendit punës. Gjithsesi, shoh që keni marrë eksperjenca në lidhje me gjithçka dhe kjo gjë do t'ju bëjë që gjatë mesit të javës ju të analizoni gjërat më me mençuri. Por në fund të javës shoh që keni dhënë shumë në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja dhe keni marrë shumë pak dhe ju shoh pak të pakënaqur. Kjo mund të ketë vlerë dhe në lidhje me punën, ku ju keni punuar shumë, të ardhurat tuaja mund të jenë më të vogla nga sa ju punoni, në lidhje me partneritete, bashkëpunime të ndryshme që mund të keni te vendi punës, dhe do t'ju lejë në një situatë pak kënaqësie. Por kjo ka vlerë edhe në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni. Mund ta merrni në çfarëdo lloj situate që jeni, por është një ndjenjë pakënaqësi që do lindi brenda jush në fundin e javës. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Më falni, nuk thash që mund të keni të bëni dhe me institucione shtetërore, me ligjin ose diçka tjetër, disa për jush, dhe nuk e di do merrni një lajm, por përsëri do jeni të pakënaqur në lidhje me dokumenta të ndryshme, institucione shtetërore, me ligjin, me situata të ndryshme. Më fal që shtova tani në fund. Atëherë, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor që përfshihet i gjithë muaji, sepse sot filloi muaji dhe ju uroj të gjithëve një muaj të mbar. Videot e vitit 2026, por dhe videot me tema për dashurinë dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbasdite ose një fundjavë sa më të këndshme. Atëherë dëgjojmë në videot e